Mandej, mas namazit e kemi zeqatin. E zeqati, ja sot e ka kohën jakur. Ja sot jakur. Pra ne ju apeloj të gjithë ata të cilët nuk e kanë dhënë zeqatin, tash është koha e zeqatit, e zekatit. Pse është kjo kohë tash? Sepse është nevoja e paraqitur ma e madhe sot se çdo herë tjetër. Sikur që i kemi vllazrit, me siguri janë edhe pa streh mbi kokë. Pa qati po se po dhe pa qadra apo në vendet ku ata banojnë. Allah i da mundsoft me kenë krah me ta në çdo pikpamje. Andaj, përmes kësaj bisede, përmes këtij incizimit, apelojmë tek popullata jonë, tek vëllezërit tonë, mos të kursejnë. Bile u kisha thënë vëllezërive tonë në Tiranë dhe në Durrës. Në Tiranë dhe në Durrës. Dhe në vendet ku është paraqitur ma shumë kjo dukuri, kjo telashe, kjo sprovë prej Allahut subhanahu wa taala, që të hapin edhe gjëlltore, na u them në Kosovë këtu gjëlltore, ushqimore, sa ata tash nuk kanë kohë ku me zije, ku me pjeke, ku me hangre me pi, po le të hapën me njëherë ushqimorët humanitare, gjëlltorët humanitare, që furnizohen me artikuj ushqimor prej zekatneve, prej sadakave të ndryshme, e Allahu Gjelle Gjelaluhu në lidh në bandh si një trup, që kur s'kemi qenë asë njëherë, si kur që jemi këto ditë, inshallahu ta'ala. Edhe njëkosisht apeloj të vëllezërit tonë në Shqipëri, që edhe këtë pagese në autobanit ta pezullojnë, mës në shtin me paguë që ata se tash kemi punë të tjetë e ka. E po edhe nëse vjen me paguë, sepse shumë prej rinis tonë po dëshprohen me ndihma për shkem me makina poshtë, me që ndihma, po duhet me hi me pagu 5 eurën të tje 5 eurën të knena. Ajo 5 euro nuk është shumë e vogël, goxha shumë është 5 euro, po të ishte 2 euro bile. Po masi zbohat edhe që ajo në tjetë këto dit e lirë, në tjene dalin, sepse nuk qojnë të gjithë artikuj ushqimor. Në makinë nuk qojmë shumë artikuj ushqimor, se nuk kemi kamionet, makinen, po dikush qon lek, jep filanit 50 euro, filanit 100 euro, filanit furnizon të tjeret, Allahu Gjelle Gjelaluhu në dhasht krahun e fort për vëllezërit tonë, kudo qofshin ata. Kjo që duhet thamë, mandaj duhet e ju drejtohëm të gjithve o vëllezër dhe motra. Në pyetja është, çka fitojmë me bë dhikr Zotin? Me përmend Allahun subhanahu wa taala.